parë janë biostimuluesit. Pas moshës 25 vjeçare, prodhimi natyral i kolagjenit fillon të bjerë, si pasojë zonat më të ekspozuara siç janë fytyra, qafa apo dhe duart fillojnë dhe të shfaqin më shpejt shenjat e plakjes. Këtu hyn në lojë biostimuluesit. Biostimuluesit janë trajtime estetike që i japin lëkurës një shtys për të rigjeneruar vetë. Ato stimulojnë prodhimin e kolagjenit dhe elastinës, dy element kyç që e mbajnë lëkurën të fortë, elastike dhe të freskët. Ndryshe nga trajtimet që thjesht mbushin, biostimulimi vepron nga brenda duke ofruar rezultate natyrale, graduale dhe afatgjata. Biostimuluesit ndahen sipas substancës aktive që përdorin, si për shembull, acid hyaluronik biostimulues, ku përmendim Profhilo dhe Restylane, i përdorin për një lëkurë të dehidratuar dhe të lodhur, dhe gjithashtu polinukleotidet, ku përmendim Nucleofil, Rejuran, përdoren për një lëkurë të dëmtuar dhe japin një rigjenerim total dhe jo vetëm hidratim. Përzgjedhja e trajtimit të duhur bëhet gjithmonë pas një konsulte mjekësore për të përcaktuar produktin që i përshtatet më mirë nevojave të lëkurës tuaj. Procedura realizohet me injeksione shumë të imta, zakonisht pa nevojë për kohë rikuperimi. Mund të kryhet një ose disa seanca në varësi të gjendjes dhe objektivave të pacientit. Na kontaktoni për të rezervuar një konsult falas. Jeni gjithmonë të mirëpritur.